Nuk është pistë për skim, për rruga e vetme që lidh 3 fshatra të Malësisë së Sharit me Tetovën. Gjendemi në udhkryqin që lidh 3 fshatra të Malësisë së Tetovës me rrugën kryesore që të shpjeni Tetovë, pra fshatin Brodec, Veshall dhe Bozovc. Ekipi i televizionit 21 arriti të vit deri këtu, mirë po akulli dhe bora që ishte në rrugë pa mundsoi lëvizjen në fshatrat që ceka më lart. Banorët janë të detyruar që të udhthojnë në këmbë, pos atyre që posedojnë foristrada. Përderisa që ndruam në këtë vend të vetmet automjetet që pam të kalojnë ishin foristradat, banorët e kësaj ane ankohen se mjetet për pastrimin e doborës nuk po e bëjnë punën ashtu siç duhet. Sipas tyre mungesa e hedhjes së kripës po shkakton probleme në qarkullimin e lirë për automjete, por edhe për këmbësor. Rrugët pa pastruar që shifni vetë, kemi pas probleme, nuk kanë pastruar asgjë, ka përçan bagjari ish pastron asgjë. Problem është. Me vetura kemi problem, se bagjari kalon, e pastron pak, krip nuk qet kërkush. Komuna Tetovës ishte e vetëdijshme për borën që gjendet në rrugë, por jo dhe për mos hudhjen e kripës nga kompanitë që kanë tenderin për pastrimin e borës. Zëdhënësi i komunës së Tetovës Armend Fazliu thotë se makineritë e rënda operative për pastrimin e borës nuk mund të depërtojnë gjithkund, por zotohet se për mos hedhjen e kripës do të ndërmarrin masa konkrete. Kemi pasur probleme në ato fshatra, domethënë të Malësisë së Sharit. Normalisht makineria operative është angazhuar që të zhvillojë edhe ata rrugë. Do të kemi parasysh që janë terene mjaft të vështira, do të thotë dhe kushtet klimatike pamundsojnë depërtimin në çdo kohë të makinerisë atje, por normalisht do të punojmë intensivisht edhe këto ditë edhe ditët në vijim të zhvillojmë tërësisht edhe këta rrugë, akse rrugore të Malësisë së Sharit. Në qoftë se një informacion i tillë unë do ta konfirmoj është i vërtetë, ju siguroj juve dhe ekipin të televizionit tuaj që në afat rekord kohor do të hydhet edhe kripa edhe atje. Për dallim nga rrugët që lidhin fshatrat rurale të Malësisë së Sharit, rruga që të shpije në Kodrën e Diellit ishte e pastruar. Ekipi i televizionit 21 udhtoi deri në qendrën turistike të Kodrës së Diellit, ku pas trafiku po qarkullonte pa asnjë problem.